Në salë janë 99 deputet, andaj mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Vazhdojmë me pikën 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dhe 15 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK, Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati kvorum për vendimarrje, atëherë lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e tre deputet kanë dhënë votën për, 1 ka qenë kundër, abstenim nuk ka. Atëherë shihemi më 19 në orën 10:30.